keni ardhur këtu në këtë numër, vërtet që në çdo lagje ku shkojmë, veçma po jepet mesazhi I fitores. U përmendën këtu punët që janë bërë, vërtet që janë bërë gjitha lagjet e Tetovës punë, por në lagjen tuaj është punuar më shumë. Është punuar më shumë për dy arsye. E para se ata tjerët s'kanë punuar as pak, dhe ne kishim obligim ta kompenzojmë atë punë, dhe e dyta, shkaku që keni aktivistë të cilët më them kanë detyruar pas më banjon rehat. Këtu fal drejtorit Valonit, fal Kaltrinës deputetës, fal edhe Lorinës. Pra keni njerëz aktivistë të cilët vërtet mendojnë, punojnë, të angazhohen për lagjen e tyre, kështu që me këta të ri, me këta zonja, me këta vajza dhe me këta djemë, vërtet që edhe te që edhe Bregu Diellit kanë një të ardhme të mirë, kanë një të ardhme të shkëlqyer, jo vetëm për shkak timin sekretari komunës. Tjetër që është me rëndësi, drejtori Valon po përmendej që një kryetar ka pasur Tetova që ka punuar dhe përmendej qytetarët dhe është miku I Mazbilika, edhe shkaku I tij, hatri I tij, kam qenë obliguar që të punoj në lagjen e tij. Përshëndesim po edhe zotëra Mazbilika. Tetova do të ecë përpara, Tetova do të realizoj projekte në infrastrukturë, Tetova do të realizoj projekte edhe në arsim, edhe në sport, edhe në shkencë, edhe në kulturë, sepse Tetova meriton të jetë në pjedestalin e qyteteve të Maqedonisë së Veriut. Ati ku ka qenë gjithmonë, ati do ta rikthejmë, sepse një politike të shtuar, Tetovën e bëri që të merrej me mbeturinat, me qendë ndacak, të jetë në terr në një qytet që kishte probleme me ujë të pishëm, me probleme esenciale. Sot, dal nga dal gjithë ata probleme po I zgjidhim, dhe sot, kur të tjerët kishin problem të flasin në këtë lagje për ujë, për ndriçim, për pastërti, ne sot flasin për pishim. Dhe ndoshta për ata është pak e tepër ta, mund të thuan e përmendi dikush në një opinion publik se kur ne nuk kemi bukë, tha dikush ha çokolada. Ne kemi sot edhe ujë në të lagjen Teqe dhe do të kemi edhe pishin për nxënësit tanë. Pra, me një qeverisje të kujdesshme, me një qeverisje që punon dhe angazhohet për qytetarët e vet, gjërat të cilat për dika mund duken të pamundura bëhen realitet. Dhe këtë ne e kemi realizuar për këto 4 vite dhe prandaj ne sot jemi këtu ballhapur dhe kërkojmë votë edhe për një mandat 4 vjeçar. Që ata projekte të cilat dikush tjetër nuk guzonte t'i ëndrojë, ne t'i bëjmë realitet. Dhe kjo është e mundur sepse Tetova ka njerëz punëtor. Tetova ka të ri të cilët kur ju jepet një mundësi, atë e shfrytëzojnë. Dhe këtu edhe një herë e kemi rastin e Valonit I cili vërtet që ka treguar që si një I ri që mund të udhëhet një ndërmarrje kaq komplekse siç është ndërmarrja Shari. Prandaj unë kur dole edhe një mandat të kërkoj, dola duke ditur se kam këta të ri dhe të reja në krahun tim dhe nuk do të dështojnë që për 4 vite të realizojmë edhe projektet kapitale për Tetovën. Siç është stadiumi I qytetit që përfundimisht shkëndija jonë të mund të luajë lojra ndërkombëtare këtu në Tetovë, siç është revitalizimi I sallës sportit e cila është e harruar ndër vite dhe askush nuk është marrë me atë, siç është teleferiku nga Tetova në Kodër Diellit me shka edhe Kodër e Diellit do zhvillohet, por edhe Tetova do të ketë një hof të ri në turizëm, siç janë pishinat të cilat po e bëjnë veç më realitet këtu në lagjen Teqe dhe sigurisht edhe salla e sportit e cila po ashtu është pjesë e planit tonë 4 vjeçar dhe shumë projekte tjera me çka ne do të arrijmë që të jemi një shembull për gjitha komunat tjera. Në Tetovë, në 4 vjetorin e ardhshëm do të flitet përfundimisht për projekte kapitale të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me Tetovën, por edhe më gjërë. Na akuzuan se nuk do të ndërtojmë korridorin 8 dhe mjetët do të shkojnë në Maqedoninë Lindore. Le që ky korridor nuk u ndërprer, por intensiteti punimeve
po vazhdon me një intensitet më të lartë. Na akuzuan se nuk do të realizohet rruga Tetov-Prizren dhe ajo rrugë po vazhdon të procedurat e tenderimit dhe sigurisht shumë shpejt edhe do të nisin edhe punimet. Përndryshe edhe pjesa e këtij korridori të rëndësishëm nga Tetova deri në tunel veçmë është në fazën e tenderimit edhe do të nisin punimet në qarkoren në fshatin Shqipovic. Pra, gjithë ata të cilët na akuzuan se në këto 4 vite të qeverisjes tonë në pushtetin qendror, shqiptarët nuk do të marrin hisën e tyre përkundrazi. Shqiptarët le që marrin hisën e tyre, por komunat shqiptare në këto 15 muaj të qeverisjes tonë vërtet që po kanë një lulëzim të madh, po kanë një zhvillim të madh dhe këtu ne treguam le që do të zhvillohen të gjitha komunat dhe do të zhvillohen gjitha komunat të cilat pra janë të udhëhequra edhe nga kundërkandidatët tanë apo nga partia oponente, në këtë rast partia opozitare. Pra nuk kemi zgjedhur se cilat komuna dhe ku do të investojmë, përkundër asaj që BODI bashkë në bashkëqeverisi me vëmëronin Nikola Gruevski gati 1 miliard euro investoj vetëm në një komunë, dhe ajo është komuna Qendra në Shkup. Ne këto mjete i kemi shpërnda në gjitha zonat, duke përfshi pra tu edhe zona shqiptare ku kemi transferuar 100 milion euro për projekte infrastrukturore ku gjithë qytetarët e këtyre komunave do të kenë një jetë më të mirë. Dhe për fund, nëse flasim për patriotizëm, patriotizëm është që në çdo lagje të Tetovës të krijojmë kushte më të mira, që fëmijët tanë mos largohen këtu. Nuk është patriotizëm. Patriotizmi e Enver Hoxhës që thonte dikush shqiptarëve të Shqipërisë, edhe bardh do të hamë dhe nuk do të përkulemi. Dhe sot Shqipëria është shembull dhe model për zhvillim, jo duke hëngër barë, por duke realizuar projekte, duke u zhvilluar. Dhe ne sot do zhvillohemi jo me patriotizmin e Ali Ahmetit që për lidere ka Enver Hoxhën, por do zhvillohemi me patriotizmin e modelit europian ku politikanët punojnë në shërbim të qytetarëve të tyre dhe ne do të vazhdojmë të jemi në shërbim të qytetarëve tanë, pa marrë parasysh se dikush mundohet të na nënçmojë, dikush mundohet të na shajë, por ne do të flasim përmes veprave, ne do të flasim përmes punëve tona, ne do të flasim përmes sakrificës për qytetin tonë, për qytetarët tanë, për shqiptarët dhe për gjithë ata me të cilët bashkëjetojmë dhe me të cilët ndajmë këtë pjesë të kësaj toke të shenjtë. Faleminderit dhe na pritëm mbas.